Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Konkursi Piktori i vogël me temë Viti i ri 2026 u zhvillua nga nxënësit e ciklit të ulët në ambientet e shkollës. Nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, çmimin e madh, Piktori i vogël e fitoi nxënësi i klasës së 5, Aron Liko. Aktivitetet për festat e fundvitit në shkollën Nënshkruesi pavarësisë në Bisefa përfshin edhe konkursin Piktori i vogël. Piktorët e vegjël të ciklit të ulët shpalosën gjithë talentin e tyre në punimet me temë Viti i ri 2026. Juria e përbërë nga anëtarët të klubit të pikturës, duke vlerësuar mesazhin që përcjell piktura dhe teknikën e përdorur në realizimin e saj, ndau çmime për pikturat më të mira. Çmimi inkurajues, 3 çmime të treta, 3 çmime të dyta, 2 çmime të para, çmim për klasën më të mirë dhe çmimin e madh Piktori i vogël, të cilën e fitoi nxënësi i klasës së 5, Aron Liko. Në kuadër të aktiviteteve të fundvitit, tashmë është bërë traditë edhe zhvillimi i konkursit Piktori i vogël. Edhe këtë vit, ky ekspozim i punimeve me temë Viti i ri 2025 solli nëpërmjet panelave të fëmijëve të ciklit të ulët shumë punime të bukura dhe me vlerë. Juria e përbërë nga anëtarët e klubit të pikturës, pasi studioi këto punime, vendosi të jepte këto çmime. Çmimin inkurajues, 3 çmime të treta, 3 çmime të dyta, 2 çmime të para, çmimi për klasën më të mirë dhe më në fund çmimi i madh Piktori i vogël. Çmimi inkurajues shkon për klasën e 3. Një nga çmimet e vendit të 3 e fiton Dion Bando, klasa e 2. Çmimi i 3 shkon për Amaris Kashari, klasa e 3. Dhe çmimi i fundit për vendin e 3 shkon për Ebi Kokja, klasa e 4. Po fillojmë me çmimin e dyta. Një nga çmimet e dyta e fiton Rajna Trungu, klasa e parë. Çmimi tjetër i dytë shkon për Frojlen Hoxha, klasa e 4. Dhe çmimi i fundit për vendin e dytë shkon për Ajla Abdurrahmani, klasa e parë. Bravo. Tani vjoj me çmimet e para. Çmimi i parë shkon për Davis Kaido, klasa e 2. Dhe çmimin tjetër të parë e merr Esi Kokja, klasa e parë. Dhe çmimi për klasën më të mirë i shkon klasës së 5. Dhe më në fund, çmimi i madh Piktori i vogël 2025 shkon për nxënësin e klasës së 5, Aron Liko. Duke ju uruar të gjithëve vit të mbar, po e mbyllim këtë aktivitet. Mira tonelatë patate janë magazinuar në përbanesat e fermerëve që e kultivojnë këtë kulturë në Divjak, pasi nuk ka treg shitjeje. Sot fermerët e shitën 1 kilogram patate me 250 lekë të vjetra. Kultura e patates në Divjak përbën burimin kryesor të ardhurave për fermerët e zonës. Kushtet toksore dhe klimaterike lejojnë që kjo kulturë të mbillet 2 herë në vit. Në muajin janar e del në treg në muajin qershor dhe në gusht dhe aktualisht është kulmi i sezonit për vjeljen dhe hedhjen në treg. 1 kilogram patate sot fermerët e Divjakës e shesin me 250 lekë të vjetra. Përveç çmimit të ulët, nuk ka as treg për shitje, çka i detyron fermerët ta magazinojnë në kushte primitive në banesë, pasi nëse e lënë ende në tokë, patatja prishet. Sipas fermerëve, puna dhe djersa e tyre shkon pasi futet patate nga importi. Me vështirësi shumë të mëdha, nuk ka çmim, 250 lekë. Shumica njerëzve po fusin nëpër shtëpia se s'ke ku e çon. Dhe pikat e mëdha këto të grumbullimit, njerë marrin, njerë s'marrin, janë me shumë vështirësi si vjetë. Si vjetë një skandal, si vjetë. Dhe pas doli qik jashtë, ata thane për hynë nga jashtë patate. Se ne nuk në leverdis dhe politikat, bëjmë politikë. Ne dom marrim djersën tonë, por nuk e marrim dot.
do mbjellë 7 kultura ti, 8 kultura, do fitosh me 2, do mbas 5, do marrish 3, do mbas 4, nuk... Patatja në Divjak sot aktualisht është 250 deri në 300 lekë. Po më e madhe ai se nuk ka tregtar, dhe ato që marrin nga 10 targa, nga 15 targa, nga 20 targa. A më intereson mu të marr punëtorin. Tani punëtori do 30.000 lekë. Më intereson të marr punëtorin dhe 2 vit shkul patate këtu se 15 targa do tregtari. Vi burrë grua. E që unë për shembull nuk po gjej tregtar. Dali them jam i zën. Tani dhe ata mbase kanë i farë drejtë se s'kan ku çojnë ato. Nuk da han vet. Faqe pa shkullur, si do vepronin me patë? Pe e fusin brenda. Kush ka magazina, e fut brenda në magazin, me fjalë po shit, zjerin prap, ta hedhin kanal. Çmimi është për tokë. Tregu është zero, nuk ka. Neve jemi detyruar tani nga lagështira dhe nga ftohti. Nga ngricat po i fusin brenda, se treg nuk ka, se po i kapin në i ftohtë, në i brymë ose në i ngric, i prish fare, dhe ato që janë i kalb. Ne detyrohemi i fusim brenda tani. Brenda një viti bujqësor, vetëm në Divjak mbillen 600 deri në 700 hektar me patate. Po sipas fermerëve, ka 2 deri në 3 vite që fatin e patates e kanë pësuar edhe kulturat e tjera si lakra, lule lakra, karrota dhe brokoli. Kryeministri Edi Rama deklaroi sot për Smart City Albania se projekti i identifikon në kohë reale shkelësit. Një nga shkaqet e vrasjeve të tëmiturve pranë shkollave ishte mungesa e monitorimit me kamera, tha ai. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në aktivitetin Smart City Albania pasi do të nisi zbatimi i projektit për instalimin e një sistemi sigurie përmes kamerave inteligjente. Rama tha se ky projekt do ta rendisë Shqipërinë në nivelin më të lartë të teknologjisë edhe në këtë drejtim, duke sjellë standarde të larta monitorimi të rrugëve, të qyteteve, të shkollave dhe mjediseve të tjera publike. Ai u shpreh se një nga arsyet se pse ka ndodhur tragjedi mes tëmiturve në shkolla ishte pikërisht mungesa e monitorimit, ndërsa shtoi se projekti Smart City do të identifikojë shkelësit në kohë reale. Ky nuk është një projekt kamerash. Nuk është asnjë projekt mbikëqyrjeje me kamera dhe mbikëqyrjeje e trupave të policisë përmes leximit të kameras kur del nevoja. Ky është një projekt që në sekondën kur fillon dhe vihet në jetë, rrit në mënyrë eksponenciale kapacitetin policor në kohë reale. Ky është një projekt që i jep policisë shtetit një sy magjik për të parë në kohë reale të gjithë territorin e interesit. Tragjedit që kemi pasur me shkollat janë të lidhura me shumë arsye, por patjetër që lidhen dhe me faktin që mospasja e pamjeve të qarta përpara e vështirëson pastaj jashtëzakonisht shumë punën e tuzëve dhe punën e policisë. Kryeministri në përfundim firmosi marrëveshjen për Smart City Albania. Mbledhja e Këshillit të mandateve për shqyrtimin e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku u zhvillua sot dhe u shoqërua me debate mes pozitës dhe opozitës për USB-n me prova që sipas prokurorëve mund të aksesohet nga çdo antar i Këshillit dhe mund t'i marrin me vete. Disa ngjarje janë zhvilluar ditën e sotme që kanë lidhje me seancën në Këshillin e mandateve për shqyrtimin e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila nisi në orën 10 dhe ku Balluku nuk mori pjesë, pasi ndodhi në mbledhjen e qeverisë e thirrur nga kryeministri Edi Rama. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, me gjithë kundërshtimin e opozitës për të zhvilluar me dyert të hapura dhe në sallë ishin të pranishëm 3 prokurorë, mes tyre kreu i ri i SPAK, Klodian Braho, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Avokati Ballukut kërkoi shtyrjen e saj me argumentin se i nevojitet më shumë kohë për të njohur me materialin.
Gjatë mbledhjes pati debate të ashpra, pasi vazhdimisht po diskutohej lidhur me USB-n me provat e SPAK, ku socialistët thanë se provat duhet të shqyrtohen brenda në mbledhje dhe se USB-ja nuk duhet u jepet antarëve që të aksesojnë materialet vet. Por prokurorët e SPAK thanë se materiali USB-s mund të aksesohet nga antarët e Këshillit të Mandateve dhe mund t'i ketë provat secili prej antarëve. Ndërkohë shoqëria civile dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt protestuan paradite para kuvendit me pankarta në duar, ku kërkoi heqja e imunitetit të Ballukut dhe të lejohet arrestimi i saj nga SPAK. Gjithashtu edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar ditën e sotme një takim të zgjeruar me aleatët e opozitës, ku në fjalimin e tij me tone të ashpra hodhi akuza ndaj qeverisë, kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëses së tij, Belinda Balluku. Bën 100 manovra që ajo të mos shkoj atje ku e ka vendin. Përkundrazi, flitet për luftë. Se del dhe linda tjetër, linda me radha, më thapë. Nuk ka patur kur një situatë të tillë si kjo. Kur. Dhurimi i ushqimeve do të përjashtohet nga taksat, pasi sot paguhet TVSH-ja dhe tatimi mbi të ardhurat. Produktet ushqimore me afërsi date skadence në vend trajtohen me dy forma, ose lihen të skadojnë dhe nxiren jashtë përdorimi pa paguar taksa, ose nëse dhurohen, paguhen taksa. Për shkak të TVSH-s, shpesh është më e lirë për bizneset të hedhin ushqimin sesa ta rishpërndajnë atë, e për rrjedhoj krijohen më shumë mbetje ushqimore. Programi kombëtar për parandalimin e krijimit të mbetjeve sjell në vëmendje këtë aspekt, duke nënvizuar se një ndërhyrje ligjore për lehtësimin e dhurimit të ushqimit mund të kishte efekt pozitiv. Në përputhje me qëllimin e DKM-s së re të Bashkimit Evropian për reduktimin e mbetjeve ushqimore dhe për mbështetjen e objektivit të rishpërndarjes së ushqimit të tepërt për konsum njerëzor, do të aplikohet ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, ashtu edhe ligjit për tatimin mbi të ardhurat, me qëllim përjashtimin e dhurimeve të ushqimit nga TVSH-ja dhe tatimi mbi të ardhurat. Dhurimi i ushqimit në pikat sociale është pjesë e objektivave për reduktimin e ushqimit prej 30% në nivelin e shitjes më pakicë të parashikuara deri në vitin 2035, thuhet në dokument. I njëjti sjell në vëmendje se vende të ndryshme të Bashkimit Evropian për të inkurajuar dhurimin e ushqimit kanë investuar në një sër aspektesh si rregullore detyruese, duke kërkuar dhurimin e ushqimit të pashitur nga supermarketet, sektori të cateringut dhe mikpritjes, elementet ligjore, duke minimizuar rreziqet ligjore dhe përgjegjësinë për dhurimet e ushqimit aty ku është e mundur, stimujt ekonomik, duke përjashtuar nga taksat ushqimore e dhuruar, mekanizma organizativ, nëpërmjet ngritjes së grupeve sektoriale të punës për dhurimin e ushqimit, për lehtësimin dhe inkurajimin e dhurimit të ushqimit në Shqipëri, si dhe kryerjen e një studimi mbi pengesat e mundshme ligjore dhe dhurimet ushqimore që kryhen aktualisht. Ngritjen e kapaciteteve, organizimi i trajnimeve mbi dhurimet e ushqimit për punojësit në sektorët e industrisë ushqimore, shitjes me pakicë dhe shërbimit të ushqimit, për shembull hotele, restorante dhe kafene. Banka e ushqimit në Shqipëri është pjesë e Federatës Evropiane të Bankave të Ushqimit. Kjo ju jep bizneseve mundësinë e bashkëpunimit me Bankën e Ushqimit, duke mundësuar shpërndarjen në sasi të ushqimit tek njerëzit në nevojë. Këto qasje ndihmojnë në devijimin e ushqimit të konsumueshëm nga zgjesimi në landfill dhe të përdoren. Megjithatë, aktualisht Shqipëria nuk ka një kuadër ligjor dhe rregullator të posaçëm për nxitjen e dhurimeve të ushqimit, thuhet në program. Lista serbe e rinis ndasit në Kosovë, tërheq nga asociacioni 4 komunat e Veriut. 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Liposavici, Zveçani dhe Zubin Patoku, kanë votuar për të tërhequr nga Asociacioni Komunave të Kosovës të Njëjtën, pasi duan të jenë pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe në vend. Ky vendim vjen pasi lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, që mbështetet nga Serbia, rimori pushtetin në këto komuna pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralajmëruar në fillim të dhjetorit se do t'i rishikonin vendimet e marra nga kryetarët e deri atëhershëm shqiptar. Ata, thot Radio Evropa e Lirë, paralajmëruan një shqyrtim të hollësishëm të gjendjes së trashëguar juridike dhe financiare, në mënyrë që në periudhën e ardhshme të merren vendime në përputhje me ligjin dhe në interesin më të mirë të qytetarëve. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, duke arsyetuar kërkesën për të tërhequr nga Asociacioni Komunave të Kosovës, tha se kjo kurrë nuk ka qenë dëshirë e popullsisë serbe në këtë komunë dhe se bëi fjalë për një vendim politik. Mitrovica e Veriut, Liposavici, Zveçani dhe Zubin Patoku udhëhoqën nga kryetar shqiptar nga maji viti 2023 deri në zgjedhjet e tetorit 2025.
Në udhëheqjen e kryetarëve shqiptar, këto komuna ju bashkuan Asociacionit të Komunave të Kosovës verën e vitit 2023. Ky asociacion vepron si organizatë jo qeveritare me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe mbrojtjes së interesave të anëtarëve të saj. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.